Kthehemi në studio, të dashur të nderuar shikues dhe dëgjues, me pjesën e dytë të emisionit Drita së Vërtetës, pjesës kontaktuese, ku ju mund t'i bëni pyetjet për temën drejt për drejt në numrin e telefonit +383 45 471 848. Na gjeni poshtë edhe në Viber e WhatsApp, numrin dhe rubrikën dërgo mesazh, në ndërkohë regjia i vendos poshtë ekranave tuaja i përsërit gjatë emisionit. Pra ju mos ngurroni të telefononi apo të shkruani në kutinë tonë postare për gjithçka që ju intereson për temën, rreth temës ose për Islamin dhe rreth Islamit. Presim rikutimin tuaj sonte, nëse hoxhën e kemi pak pa qef, nëse nuk mund ta zgjasim deri në 9:30, sa do të mund ta zgjasim pa problem fare. Edhe deri atëherë presim edhe bashkëpunimin tuaj përmes telefonatave ose përmes pyetjeve që do të dërgoni tek rubrika dërgo mesazh. Dhe duhet dorëzohet të ishme deri në 9:30, nëse do të mund të zgjasim, nëse jo, atëherë kërkojmë mirëkuptimin tuaj e ndërpresim për një 10 minuta më herë ndoshta, gjithmonë për shkak të gjendjes mishën të sorit hoxhës, të cilën lutim që Allah të shpërblej, megjithatë edhe në këtë gjendje ka ardhur ta jep kontributin e tij. Falenderojmë edhe kushtrimin falë të cilit ne dukemi me pamje dhe dëgjojmë me zë deri tek televizionit tuaja, edhe nisim pjesën e dytë për kontaktuese me pyetjet të dërguara me shkrim përderisa kryqëzimi na bën me dije se kemi telefonat apo jo. Pra na gjeni në +383 45 471 848. Hoxha Roma nisim me pyetjet të dërguara tashmë në redaksi. Thot, a janë të njëjtit njerëz havarionit dhe havarixhët? Pyetja parë që vesh Samrin. Jo, janë shumë të kundërt. Hawariun janë ata pasuesit e Isaut a.s. sikur ensarët që kanë qenë ata ndihmtarët e pejgamberit s.a.s. kur ka shkuar në Medinë, ata që kanë mirëpritë, kanë përkrahë, kanë ndihmu pejgamberit, janë quajtur ensar. Ensar është shumë si i Nasir. Nasir është ai që të ndihmon, ndihmës. Po ndihmës, ndërsa ensar janë shumë si. Ndihmëtar. Havarixhët është këtë kundërta. Ata janë të dalën, do me thonë, komplet për realitetit, edhe janë ata prej të cilëve duhet të ruhemi dhe të kemi kujdes, sepse merren me etiketimin e njerëzve, nxjerrin njerëzit prej fesë, i quajnë të pa fe, qafira, kështu me radhë. Kështu që Hawariun edhe Khawarix janë, do me thonë, të kundërt njëri me tjetrin. A janë të lejuar peshkimi dhe gjyhetia dhe a ka rregull në Islam që na mëson peshkimin dhe gjyhetin pa bërë gjunahe në të dyja këto procese ndaj të dyja gjallësave? Po, të dyjat janë të lejuara, normal që ka rregulla, dhe kom pa dhe në gjuhën shqipe dhe është libra që janë përkthyje, që flasin, më thonë, gjënë e gjatë është kemë. Po, edhe mirë, çdo njani është, ai që merret, që çdo njani, pa ai që merret me gjëti, është mirë me një farë formë me detajzu çka po gjëton, edhe kohën kur po gjëton, edhe këta që merren me peshkim, është mirë me përkatit, dhe me thonë me ato një ritma elementare, në cilat kohë me gjujt peshkun, me zonë peshkun, në cilat kohë mos me zonë peshkun. Kemi telefonat në bërë me dializia. Alo, Ordoni? Alo, Ordoni, jeni në linjë? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, Ordoni. Në emision drejt për drejt? Po, drejt për drejt jeni, motër ndërmë. Veç, Ordoni? Allah ju shpërblet në sfari për emisionin. Amen. Gjithashtu Zoti ju shpërblet. Amen, dhe juve. Edhe pa tani pyetje. Po, veç, Ordoni? Kemi probleme me linjën. A bën të përsëritet prej fillimit se nuk keni dëgjuar fare në studio. Keni pas pengesë. A bën me përsërit pyetjen? Po. Urdhane? Po, pyetja është kështu se Po. na kemi fokusuar për umrë, është puna. Po. Edhe një kushëri me lona pa do parë me lona atje. A është e lejuar kjo as është e lejuar? Ku me ilon ato pare? Në qovë, për çka e të di. Ka bona jo. Lënja parave në qabe, gjatë shkurës në umra. Bërë me lona apo jo? Po. Kjo është pyetja, po? Dish mos po bina shirka, diçka, për çato kontroll. Tash. Mirë, tash më përgjigjen inshallah.
dikush tjetër më dha parë, tha ja japi dikuj sa dak më avon kështu. A lejohet edhe që kjo? Po, në rregull, faleminderit. Po, në rregull, faleminderit. Bëj çfarë të lidh. Po. Gjatë shkurës numre, a bën me lënë parën qabe, dhe bën me dhënë sadak tjerë në më të Bismillahirrahmanirrahim, sa i përket udhëtimit për numre, besoj tash ke motra me familje që shkon, i kanë bërë ato përgatitjet e duhura, kanë lexuar diçka se kemi libra të përkthyer me botë ashtu në gjuhë të botës për rregullat e umrës dhe edhe shqipi ku po 2-3 libra janë, askon nuk përmendet në literaturën islame se do të më marr parë për me çun çabe me lon dikon atje, se s'ka. Unë nuk di që ka në vend atje, se di kogja mirë se atje kam studiue, nuk ka ndoj vend që të çabe me shku me lon parë, se të pranon ty kërkush as të lën shteti ty me lon aty parë, se s'ka ndonjë vend aty. Kjo do me pas parasysh. E dyta, ata që të kanë dhënë ty parë për me çu aty me lon sadaka, këshilloj ti ata familjara, çka i ki të afërm tuajt, që ato pare letja dhonë të varfër në vendin tonë këtu. Të varfërve në vendin tonë, sepse atje ka shumë mashtrues, atje ka shumë përfitues, atje ka shumë abuzues që luajnë do me thonë me lirin që ja ka dhonë shteti, edhe vinë pe Afrike, pe Azije, pe lindjes e mesme, edhe abuzojnë. Për shembull tash kohët e fundit paraqiten shumë gra, po edhe burra që janë prej Gazës. Edhe normal në ta shtri, jemi të ndjeshëm, edhe lufta në Gaza, terrori, gjenocidi që po bëhet, edhe të nxjerr aty ep 10 euro apo 50 euro apo 100 euro. Valla do të më pas një 100.000 të më dhon këtë njerëz që lipin. Se ke Gazës dali. Ose Palestinë, ose qyteti i Palestinës Gaza, dikush aty në jemi Libis, dikush atje, dikush këtu, dikush ashtu. Kështu që nuk ka nevojë se Arabia Saudite nuk është shtet i varfër, po shumë i pasur. Dhe ata vetë fukara nuk kanë, kështu që e para mos merr prej dikujt për me çu atje se s'ki ku i qenë. Se s'ka aty në çabe, kërkon në farvene që do të më shti aty për çabe, për diçka ku e diçka ka pas për qëllim. E dyta për sadaka, epni që to në Kosovë, që në Prishtinë keni sa dush fukara, keni jetima, keni të smur, kur far problemi nuk ka, epni sa të keni. Po është ma mirë me ndihmua popullit tënd, besimtar musliman vendin tënd. Po. Vazhdoj me pyetjet dërguara me shkrim, si ti menaxhojmë me zgjidhjen problemet brenda familjeve tona, probleme këto të cilat po lindin fatkeqësisht me t'ja nis dikush prej neve me u fal ose me u mbulu. Rasti konkret në familjen time tash si namazli. Po se janë ato në fat probleme, si t'ja nis me fal apo si të qish mbulesën, flasin njerëzit, çka është problema jo? Nuk kisha ndonjë problem se flet dikush se ti po falesh, ose pse ti ke qitë shamin, ose pse ti ke lshu mjekrën, ose pse ti ke lënë ato të këqija ti e kthy marrë mirë, njerëzit tallën. Janë tall e kanë qesh me pejgamberët e Zotit. Dhe runa Zot disa tallën edhe me Zotin, bojnë hajgare, e Zoti po i duron. Kështu që kur njerëzit flasin për ty, flasin mrapa teje, mrapa shpinës tonë, dije që ti ke punë të mirë, se ti je përpara, ata janë vetë mrapa. Edhe flasin, kështu që kur far problemi as mëse bani të madhe, se nuk jeni do me thonë të parët, e as të fundit që keni me u përfol. Pra, ai që falet fillon, edhe të kaluarën, edhe tash, edhe të arme njerëzit kanë me fol për te. Ajo moto që mbulohet, njerëzit flasin, po jo shumë, tash është shumë alet, ama para luftës ka qenë një dukuri shumë shqetësuese, sidomos pastaj në fillim mas luftës, 99-ën, 2000-ën, kur njerëzit fillishin më fal, njerëzit fillishin me shumë mjekrat, gratë fillishin më mbulua, jo, këta po i paguan dikush, jo Arabia Saudite, jo filan shteti, ja i tjetër, jo mos paguan kërkush, ai Arabia Saudite ka problemin e vet, aty po i zbulohen femrat çdo ditë. Dhe e kanë shumë shqetësuese, domethënë, po çojmë parë këtu për gratë tona, jo, ama se s'tjap kërkush absolutisht, kështu që mos u shqetësoni shumë, ashta në punën e juve dhe nuk keni nevojë çdo ditë tash më marr me këto tema. Flasin ata ti del, e vazhdon punën tonë, vjen koha namazit, del ti e burr, del falesh në xhami, s'ke nevojë ti me marr me ta absolutisht. Edhe ajo mota që mbulohet, vjen koha me dalë jashtë në shtëpi para burrit e para vjerrive, e para djemve, vajzave, aty nuk ka nevojë më mbulue. Vjen koha me dalë, mbulohet, flasin koj shiket, apo koj shipt, apo konetet, apo konatat, kur
kur ka probleme, ki dy opcione, ose ja qet një blok kështu si Dixhaniç, ose qel në tanaunt. Hink nëna, dirk nëna, mrena aty në kokën tonë mos le diçka dhe mos u shqetëso fare. Se këtë çka bojnë e garkojnë veten, të letojnë ty se të përgojojnë, e përgojuesi në ditën e gjykimit ti jap shpërblimet se vapet. Nëse s'ka me dhon shpërblimet se vapet, ti merr gjënat. Në të dy anë ti je fitues. Apo ndodh po që të largojmë të tjerën nga Islami përderisa po ju flasim pa vedije edhe ndoshta po ndjen të kërcënuar duke u folur gjithmonë veç për xhenem e jo për xhenet, a do të kemi se vab nëse i ofrojmë do të kemi xhenet nëse i largojmë. Po normal. Nëse ofron dikon apo bësh shkaktar për me udhëzu se nuk e udhëzon njëri njërin, udhëzimi është ekskluzivisht në dorën e Allahut. Po nëse njeriu bëhet sebeb shkaktar, ka problem të madh. Do ta dhon dynjan, dhe çfarë ka në të, nuk ka vlerë, çka ka vlerë, nëse ti bësh shkaktar, bësh sebeb me udhëzu një njeri në rrugën e Allahut të madhruar. Nëse flasim pa vedije, inshallah pa vedije, s'let se njeri pa vedije del në radhën e atyne që s'janë normal. Pa vedije s'ka, po ndoshta pa dije të mjaftueshme. Kush nuk ka dije të mjaftueshme, nuk do të më fol, nuk do të më qas asaj për të cilën nuk ka njohuri. Që thot Allah, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Mos ju qas asaj për të cilën nuk ke njohuri. Mos fal për atë për të cilën nuk ke njohuri, nuk ke ditori. Kështu që nëse s'din për feje me fol, mos fal më mirë. Hesht. Sepse të folurit me hamendje apo të folurit pa dije, ma shumë dëmton se sa të bën dobi. Ma shumë të largon se sa të afron. Edhe kur të thirrën njerëzit në fe, se more kush po ju mëson me janis prej xhehenemit, po çfarë xhehenemi more? Xhenet një herë, xhenet me vite, të rënë në fund, nëse se dojnë xhenetin, le të shkojnë vetë atje, na për xhehenem nuk e shojmë kërkon. As nuk e thrasëm kërkon. Na i thojmë ruaj prej xhehenemit. Amona, kur me thonë që ti ki me hinë zemë xhehenemit, se nështë nesër u zote, bot me mirë se unë se ti, ku pe din ti që ka me pas ai fundin, ku pe dim na për veten tonë që kena me pas fundin. Kështu që xhenemi jetë, që me thonë, opcioni i fundit. Nëse dikush kështu kategorikisht refuzon xhenetin, atëherë thuj bashka dur, vazhdo dika tjetër. A mos ka dika tjetër, aty vetë xhenemi mbetet. Mirë po, gjatë thirrjes së njerëzve në rrugën e Allahut, do të me i thirr me urtësi, me i thirr me butësi, me i thirr me këshilla të mira, me i thirr me shembuj të mirë, me shku me metodën e inkurajimit, e nxitjes, e të stimulimit, e të përgëzimit, e me metodën e kërcënimit, e me metodën e dëshpërimit, e me metodën e shantazhimit, apo runa zot përgojimit, apo diçka të ngjashme. Jo. Shkot me këtë metodë gradualisht, do më thonë duke i nxit, duke i motivue, duke i përgëzue, që kjo. Tani në fundit, dikur në ashtu, kur me vitet e tëra dikush smerve, do të mi kallëzus që është edhe një rrugë tjetër, që e ka një fund të hidhur, po, nuk i nevojë ti me detajizu, apo me acaktu të venin, se s'pedim në tash ku ka me konkë, po, në s'pedim dhe për veti ku jena. Po kem në venin, veç Zotit din. Na për veten tonë se di me lejmë për dikën tjetër. Se dikush tu mundu me i kthy në fe, e valla mos s'po filloni ju me besue, ose s'po filloni mu fal, ose s'po filloni këta, ju prej xhehenemi, e ju atje keni vend. Ku pe din që ka vendin? Pa disa njëri ka bu zije tërë dhe në fund të është të uzuar. E disa njëri ka bu mirë, si ka bu për hatër të Zotit, për syt njerëzve, funi ka orë keq. Pse nuk i ka pas për hatër të Zotit? Se Allah nuk pranon pej të gjitha. Jo është njëne që bën mirë pranohet. Allah pranon vetëm prej të devotshme. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Vërtet Allah pranon vetëm prej kujt? Prej të devotshme. Prej të sinqertëve. Nëse dikush agjeron për me pa njerëzit, ata pranon Zotit, s'ta pranon, se ti se ke bo për Allah, ke bo për njerëzit. Po ti jep për me të pa njerëzit, jep për synin e kamerës, për televizionin, për ato, që ty e mërë shpërblimit për mene, të em në qesin televizor, u kry muhabet.
Dikur shkon haxh për më bo haxhi me emër, me thumni mu haxhi. Po jo me thirr, bile ke po popullit e na. Se të kishtë që të bardhën kokë, më nëherë thët haxhi, që kur unë kesh sot një të pame, atje ka lapi, edhe do ato në selam aleikum, ata aleikum selam haxhi. Do është me i thonë edhe hoxhem edhe haxhi. Dile një. Po. Shkan për me i thonë haxhi. Po që shkohet më vëlla, me të thonë haxhi, ose me agjeru me të thonë Ramazan li, ose o agjerus. Me fa namaz me thirë o namaz li. Jo, mëra, as po thirë namaz li, as agjerus, as sadaka li, as haxhi, as ko që po thirë i qështë këmë thirë. Gjënë kofti vetër me një respekt, agja filan, baca filan, apo diçka të ngjajshme. Pranojmë telefonat e në radhës, kërkon ndjes për pritjen. Alo, nona, jeni në linje. Selam aleikum Allah. Aleikum selam, urdhën. Aleikum selam, rahmatullahi wa barakatuh. Përshëndetje në ty, Vidal. Faleminderit, Allah shpëlbet. Kam dy pyetje. Hajli koft. Alejot me shemu për surën Bakra në rezuaj 4 vetë, në rezuaj surën komplet në 4 pjesë që më rezuaj. Shemu unë rezuaj pak një 10 faqe, dikush familjes 10 faqe shemu në marë. Nga 4 lexues të ndryshëm, apo? Po, nuk pe kuptoj, ku është që a lejot me lexuar çat forma? Po në alejot me rezuaj të formë shemu, në 4 nëntore di me rezuaj familje, unë më trajme në eme dikush familjes. Dimene Kur'an alejot ke bash me surën Bakra, shemu në 20 faqe. Me nda pjesë. Po, e lejume është, e lejume. Ama mas mire se cilë me lexuar veti, te lexo për veti, ai lexo për veti, ai lexo për veti. Se s'pe kuptoj atë thelbin apo esencën. Nëse veç pyet a lejohet, po lejohet, s'ka gjë të keq. Mirë po atë numërohet ty që ke lexuar këtë surën, nuk numërohet, ty të numërohen vetëm ato 10 fletë që ke lexuar. E jo me lexu 4 vetë, e me të numëru ty lexim, e nanës lexim, e motrës lexim, e vllaut apo gruas apo kush është. Jo, me hatme, ti merr shpërblimet e gjysmës të Koranit, ai tjetër që lexon i merr të gjysmës. Do hatme është Fidan, hatme është me lexu prej fillimit surën El-Fatiha deri në fund surën En-Nas. Çdo shkronjë, e ke kryer krejt që kjo hatme. Se hatme do me thonë është ka me përmbyll, me përfundue. E tash ti ke lexu 300 fletë për shembull, e vllau 300, ti kish problemin për ato 300, vllau e ka për ato 300. Po, kuptoj. Sikur provimin në fakultet, ti me lexu një libër 300 fletë, e tash te vllau 300, e ti me thonë hajtë se po hi provim, ama unë veç të 300. Jo se ti pyet profesorët ato 300 tjerat. Po, komplet do të me ditë. E kuptosh me Allah Edhe jo. Amin. Aleikum selam. Nëse s'kemi telefon, të hoqë përshkojmë edhe me një pyetje, dhe s'po ngusme në sonë të më shumë. Po thot, a lejohet dhe nëse po në cilat raste lejohet aborti dhe a bëhet aborti pa djanin dhe pa lejen e burrit? Hruna zot. Se përket abortit, pa arsye të fortë, pa arsye të justifikueshme, është haram, është rrëtësisht i ndaluar, apo është vrasje me paramendim. Mbytje me paramendim. Mbytje e foshnis me paramendim. Pa arsye. A lejohet kur rrezikohet nana me vdekje, pra kur rrezikohet jeta e nanës. E tash, a ma mire me shpëtu nanën, a me shpëtu qatë foshnin 1 muajshe, 2 muajshe, 3 muajshe, 4 muajshe, 5 muajshe. Logikisht, edhe fetarisht është me shpëtu kanë. Ato që bën foshnin, nanën. Ama, anë i kam 3 fëmijë, edhe e kom planifiku që ashtu, ta është isha në muajin e parë, pe hjek se si dojnë në 4. Pe myt një fëmijë, se s'pe myt ta që i kje këto. Se sikur ai që është mbartë nonës, sikur këta fëmijët e tu janë. Për qef është haram. Aborti për qef është haram. E shtëja kësaj tash runa zot me botin za burrit, është arsye fortë që burri më komos me besue. Pa djeni dhe pa lejen. Apo burri edhe me të shu krejt edhe ka të drejtë, sepse do më thonë, mes pas ka gru që i besan, ai le gru shtatë zanë, gruaja shka aborto. Inshallah nuk ka një kështu që e bën. Për këtyne besimtarëve s'po besoj që i ka, anashta këto jo besimtarët e bojnë, ama kurse si.
asesi nuk lejohet. Nëse ka edhe raste të veçanta, të rralla, shumë të rralla, që fëmia është, do me thonë, i frikshëm, ka një pamje të mërshme, ose është pa pjesë të trupit, pjesë të mëdha, sepse se ka një gish, nuk ka një farë problemi, është gjysmak, do me thonë, është diçka në krijes, jo që e dëshiron dikush, po dhe e frikson me pa, në ato raste kur mjekët kompetent, ata ginekologët, apo ginekologët e konstatojnë ato raste të frikshme. Ato janë të rralla, zote din 70.000, 100.000 është një ashtu asështë. Ato janë raste shumë të rralla, në ato raste pra, po, për ndryshe në rrethana normale, kurse si as që do të me mendu me bo mbytje me paramendim, mbytje të fëmijut me paramendim. Allahu na ruajt, po aty na bërt interesant. Merr pjesë nana, një fëmijë 3-4 muaj, 5 muaj, me mbyt. Ekipi tërë, nana, baba, ginekologu, ginekologja, motra, tekniku, 5-6 vet, anesteziologu, ku e dione, që të ka mëre fajtë mija, që të ka bo mëre bo. Në kërja se për mbrojtur. Se ku më po plan me i bo 5, po 15 mëre, se sa ma shumë fëmi, bere qëtë ma shumë. Sa ma shumë fëmi, qka? Sa ma shumë fëmi, rizku shtohet ma shumë. Sa ma shumë fëmi, qka? Lumëtori, harmoni ma shumë. Edhe sa ma shumë fëmi, shtohet umeti Muhammedit a.s. Shtohet numri besimtarëve musliman. Shtohet numri të mirëve, pse? Se ti nënë e mirë, a i babë e mirë, edhe fëmija ka më bo parafërsisht ashtu si nëna si baba. Kështu që ishte këto për mendjes, edhe largimin për i fëmive, se ta është ka mjete kontraceptive, spelon hish mot e aborti, për para për i kryjnë ato sende, po mos e përdoni, mos e smuni vetën, si dhe mos për motat e kam rune vetën, mos përdoni mjete kontraceptive, me gjymtu vetën, me sakatu vetën, e masanemi bart pasojat, se burri nuk ta dojnë hesh nesër mas nesër me do ty nej problem atje në mitër, a me të rodhë nej problem shëndet. Thët ti e paf, ti je smut, ti nuk je shëndosh, kështu që mota keni kujdes, rune shëndetin tuaj, është ai Zot i gjithdijshëm, është ai Zot i gjithmëshirshëm që i ka lënë këto procese. Andaj, jo bën e punën për me bo fëmijë, po vallahi ti nëse kem plan 10 me i bo, se ka caktu Zoti veç një. Vallahi edhe më quti me bo aborte, apet kanë me orë se ta fëmijë që ka caktu Allahu te bareka taala. Kështu që mos e përzinin punët e Zotit, na nuk e dim sa. Na do të me i bo se bepet shkaqet me pas fëmijë ma shumë, e pastaj më mbështet Allahu te bareka taala, se njefon e njerëz gjithkohë këtu në kryeqytet Prishtinë që thot unë kurr thot me gruan time thot s'kemi përdorur mjete kontraceptive. Sa fëmijë kije? 5. Me 5. Kjo dash me pas një 15 a 20. Po s'na ka dhënë Zoti. Ai të thotë s'kam përdorur mjete, sa fëmijë kije 3, qysh 3, valla 3 po një 3 na kanë vdek. Apo shef. S'monësh me voti më shumë se 3, se ka caktu Zoti, po ti i ka thonë Zoti o Zot, unë po e bëj kanë atë shërbimin tem. Pe kry punën tem, ty sa ke quë, e ke caktuar. Ka raste që njeriu është ruaj shembull prej shtatzënisë, që po i thonë tash shtatzënisë se pa dëshiruar, e prap thot, edhe më kam po shtat. Po ti e pas ke bo shkakun për më rujt edhe prap, o Allah bënën. S'di që ashtu ndodhi. Jo, s'dodh që ashtu, po e ka caktuar Allahu te bareke ve taala. Po. A më vazhdo? Po, ashtu. Jam kuzhinier dhe ambëltarist, i cili jetoj e punoj në Maqedoni, po nga njerë jetoj e punoj edhe në Perëndim. Kur punoj në Maqedoni, thot nuk kryj punës, nuk ofroj shërbime që ka përmbajtje të mishit derit, as ëmbëlsira me gjelatinë, as me alkohol. Po të njerët kur po shkoj jashtë, po më duhet me i bo, se së bërë atona për vend pune. Sa po bëj gjëna, kur po veproj mirë me Maqedoni, kur po duhet me po ndryshe në Perëndim, Gjermani më sa. Se për këtë alkoolit, alkooli i tëri është ndaluar. Shërbimi i alkoolit në pakicë, në shumicë, çfarë do forme, do të më rujt është ndaluar, se për këtë mishit derët dhe gjelatinë është pak një çështje tjetër më e lehtë. Edhe jo është dhe gelatin, se ka gelatin për mishit derët, ka gelatin edhe prej
miqnave të tjerë, po mos u shqetëso, largo të pi alkoolit, largo për këtyne, sepse është një zat që të rendit mund më mirë se që ja rendit të vetës. Është që ky Zoti jonë Allahu që dën ty ma shumë se ti që e dën vetë vetën tënde. Është i mëshirshëm për ty ma shumë se sa ti që e mëshiron veten tënde. I dhimbës është i Allahut ma shumë se që i dhimbës është nanës tënde, babës tënde, gruas tënde, e fëmijëve tënde. Edhe me ditë qysh Allahu kujdeset për ty e për mua, për neve, për vëllai met për gëzimit lënë. Ishe tranu për gëzimit ti me ditë qysh Allahu kujdeset. E ke po qysh flejna, kejt na o tjena, e ke po qysh flejna, edhe jeni farforme na o të krejt, ase diku e kje shpirtin, ase diku e kje frimarin, krejti, veç të jesh kujdeset Allah, e merë frime. E thith oksigenin, e liran dioksidin e karbonit, ato që ke hongër që ka ke pi krejt brenda, ndrydhen, shtrydhen, treten, plët zor ka këtu mbarë, s'di e dini, nëse shkoni të mjeku, du me thonë abdominal që është, kë abdomeni njeriut krejt me zor të lifare, ato ujt lëviz, launxhet, ato që janë dëbishme shkojnë ka anena, ato që janë të dëmshme shkojnë ka kanali urinar, e ushqimet e tjera, kështu me radhë. Andaj mos është shqetësa larga pi harameve, Allah e t'i qelë rrugët. Me pyetjes për vazhdojmë, hoq po presim me telefonat, edhe po e kryjmë për shkak të dash zoti. Alo, Ordoni, jeni në linjë. Alo, Ordoni. Jeni në linjë, drejt për drejt. Lusim kursimit në rikthej në linjë. Po. Alo, Ordoni. Me presim telefonusin ose telefonusin e radhës dhe me kaqeve për mbyllën në sante. Po, Ordoni. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe juve. Mirëmbrëma. A mund me na lidh me hoxhën një lutem? Me hoxhën e lidhur drejt për drejt në emision. Okej. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një motër muslimane dhe shta me jabon një pyetje hoxhës. Po, veç rëdha. Hoxhë nderuam që 20 vjet jam martu me burrin. E kohëve të fundit po kemi shumë probleme. Kemi pas probleme, po i kemi te kalu. Problemi më të madh është që kemi tash është se burri po dyshon të onë që fëmijët janë me ta. Po da një abo dhe nënë. Qka po me ndonë hoqë, qysh me veprone? Ka që kisha. Selam aleikum. Aleikum selam. E që detshme. Ndodhen këto gjana, edhe pse për dikon është e pabesueshme, por që duket këtu është e vërtetë këtë rast. Andaj ti motër e nderuar mos u shqetësas, mos u dëshpëro te i masa, është një lloj shqetësimi, është një lloj mërzie, po merr veten me durim, kështu me gjaftësi, me maturi, edhe binde burrit tanë. Hjekja ato dyshimet, se këto janë dyshime te rënda kështu me dyshun moralin e gruas, se kjo direkt prek dhe më thonë në nderin moralin e gruas, po para se të mesh në një vendim tjetër, për me shpëtu jetën bashkërtore, për me shpëtu lidhjen tënde, edhe për me shpëtu prej shkurërzimit divorcit, nëse është insistus i madh burri, insiston shumë me këmbgule me bo, ti e din vetën tënde. Edhe ti sigurisht je pastër në këtë drejtim, atëherë bënë s'kish kam i bo, kur far problemi nuk është. Ama nuk e di tash ka mbetet mas atyit pastaj. Ma vesh gjithçka ka ra, si që thojnë, po, gjithçka ka ra në ujë një farforme, është humbë më besa, është humbë ajo që është kryesore në shiftit bashkërtor, dhe vështirë kogja është me kthy pastaj. Mirë po, nëse burri insiston me këmbgulje dhe nuk lëshon pen këtë drejtim, edhe të kushzon ose adën në fëmijë ose ndajen, po bën me bo adën.
rrecet, kur e din veten që je pastër, kur fal problemi nuk është mirë, po pa ka problem për burrin, qysh me ran këtë nivel kështu, se besoj se cili e njeh gruan e tij edhe nuk ka nevojë me kësi dyshimesh me vazhdu jetën. Allahu ju ndihmoft, Allahu u hap rrugët edhe u lehtësoft këtë sprov apo këtë krizë, që në nuk shoh pengesë të madhe, bëhet edhe dënoja nëse është nevojë, edhe e vazhdoni jetën. Hoxha, Allah shpërbleft. Allah shpërbleft edhe juve, Allah shpërbleft edhe të gjithë ata që ishin me ne deri në këto momente, deri takimin ton të radhës, qofshin në mbrojtjen, në mëshirën e Allahut te bareke ve taala. Prej meje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Ka që personat e kërkojmë halallakun, përshëm në gjanë shënësorit Hoxhës, lusim me kuptim. Ne takohemi son javë dashur Allah i mëdhëshëm, assalamu alaikum dhe mirëmbëngjes. Aleikum selam.